Big Brother ka mbaruar dhe fituesi këtij edicioni është Gjesti. Por çfarë po ndodh pas daljes së banorëve nga Big Brother? Për të folur për finalen dhe për post Big Brother kam të ftuar në një lidhje Skype gazetarin e Koha Jon, Redion Shtylla. Redion, shumë faleminderit për këtë intervistë. Të lutem, kënaqësi. Redion, a ishte e merituar fitore e Gjestit e këtij edicioni? 100%, një fitore mos e merituar për një lojtar i cili tregoi që nuk bën vetëm një Big Brother, por bën dy. Për gjatë këtij rrugtimi ai u fut në Big Brother në Shqipërisë pa njohur as një personazh VIP, pa njohur median kur është. Ju desh të luftonte me çdo banor nga i pari deri te fundit. Ai tregoi që le të themi loja e tij ka qenë me provokime, duke parë dhe reagimet që kishin banorët që nuk e pranonin shpejt një shaka apo një batut nga ai, dhe ai i nxiste për të reaguar ata keq. Disa prej tyre dolën dhe me zarf të zi. Ai dha të gjitha ngjyra këtij Big Brother, ishte një lojtar që nuk pushoi, ishte një lojtar që shkoi tek publiku, tek masa, me lojën e tij, le të themi historia e tij me Eglit, mbajti të mbërthyer goxha shumë audiencën dhe i dha le të themi një pesh lojës dhe i dha një vëmendje të shtuar. Nga ana tjetër ai ka treguar që ka qenë një banor që nuk ka fyer rënd, nuk ka lënduar tek familja, nuk ka lënduar tek profesioni, ka dhënë mesazhe të mira se si një njerëz si ai i cili le të themi ka gabuar në jetë, tani më po luftoi dhe luftoi për familjen dhe ja doli. Gjithashtu ai është dhunuar, është goditur si asnjë banor tjetër në këtë format të Big Brother dhe nuk e ka përkrahur asnjëherë dhunën, por le të themi është më njanjuar, duke dhënë edhe kështu një shembull tjetër që me dhunë nuk duhet i përgjigjemi dhunës, por duhet i përgjigjemi le të themi me një lloj qëndrimi të fortë dhe të mos rrënohemi kur na godasin apo kur duan që të na lëndojnë. Për mua është një fitore 100% e merituar. Redion, ajo që po themi u pa nga fansat ishte që në momentin që doli në skenë duke performuar, ai doli, pra mori në dorë flamurin e Kosovës dhe nuk kishte një flamur të Shqipërisë. A është kjo një shqetësim, po themi, apo duke pasur që është nga Kosova dhe s'është problem pse ka flamurin e Kosovës? Në Big Brotherin e Kosovës, Gjesi është veshur me kostum kombëtar dhe ka mbajtur flamurin e Shqipërisë dhe ishte le të themi një qasje dhe një veprim mos e normal. Edhe në natën finale, atit ju dha flamurin, nuk është se po e kërkonte me dojë mos, por ai nuk mund të hedhë poshtë vendin nga vjen dhe shtetin e tij. Kosova është një shtet i lirë dhe i pavarur. Kjo nuk ka se si të lihet më njam ose le të themi të tregoj një sjellje apo të tregoj gjë se që unë jam shqiptar i Kosovës dhe nuk e di se çfarë mesazhi mund të kemë menduar në rrjetet sociale. Ai ndihet krenar për vendin e tij, ndoshta ka qenë edhe një mesazh për t'i treguar Big Brother të Kosovës sikurse realisht unë ja dal dhe unë fitova. Unë mendoj që ka qenë një moment dhe një çast le të themi gëzimi se sa një sinjal për të dhënë një përçarje që për mua nuk ekziston, por thjesht në rrjetet sociale u shihen nga disa njerëz që pa profile nuk kanë se çfarë bëjnë, thjesht komentojnë për të nxitur një lloj përçarje që nuk ekziston, por e pash, siç e thash, më shumë një moment gëzimi dhe një lloj krenarie që pa diskutim është shqiptari i Kosovës dhe këtë nuk e mohojmë dot. Pas shpalljes së fituesit dhe pas mbarimit të natës finale, në skenë u pa Egli duke takuar dhe prindërit e Gjestit. Ka pasur komente të shumta lidhur me një ftohtësi nga ana e Vjerrës në thonjza nënës së Gjestit, që ka takuar Eglin. Si e keni parë këtë takim? Duke qenë që raporti të dyve në Big Brother, le të themi, nuk ka qenë ai ideali apo nuk ka qenë i qetë, por ka qenë me tensione dhe me zhvillime dramatike. Sigurisht ata janë prindër të djalit të tyre dhe besoj që nuk i ka ardhur mirë ku kanë parë skena apo degradime të situatave, sidoqoftë edhe në surprizën që ata i bën Xhesit, në rastin konkret nëna, u tregua sërish, le të themi, një person jo shumë i ndjeshëm apo jo shumë siç do donim ne, por besoj që është tipi i saj. Ne nuk mund të ndërhyjmë apo të kërkojmë që personat të dalin nga vetja apo të kenë një sjellje, le të themi, më shumë të ngrohtë. Në lidhje me Eglin, edhe unë e pash, le të themi, takimin e tyre dhe po komentohet disi në rrjet që
u tregua pak e ftohtë ose le të themi u tregua pak mendje madhe në Xhesit me Eglin, kur në fakt është Egli ajo që i dha një dorë lojës së Xhesit duke bërë më dinamike lojën e tij. Për mua këto gjëra besoj do të kalohen, duhet që të kalohen më me lupë më të thjeshtë dhe jo që ti komentojmë çdo lëvizje. Ajo sigurisht ka qenë le të themi në ato ndjenjat dhe në ato momentet e një fitorit të djalit të saj, edhe një lloj krenarie ka, dhe pse jo të mos e shfaqte. Nuk besoj që e ka pasur në rastin konkret me Eglin, por lidhjen e tyre ka mbetet kohës për t'u parë. Dje ka qenë edhe after party i Big Brotherit edhe kanë dalë disa pamje ku Egli dhe Gjesti shikohen bashkë. A keni besim që marrëdhënia e tyre do të vazhdojë edhe më tej? Të dy ata e dinë le të themi fuqinë që ka ky raport që shkon tek audienca dhe tek publiku dhe që e mbushin pa diskutim rrjetet sociale. Ata të dy le të themi janë dy personazhe tani më të kërkuar të showbizit. Interesi është i shtuar për të parë se si do të jetë raporti i tyre, por një raport i cili është parë dhe brenda Big Brother që nuk ka qenë ato ujërat e qetë, ka qenë një Egli që kërkonte më shumë edhe një Xhesi i cili thoshte nuk shoh më shumë për të ardhmen, por ditët e fundit ai ka treguar që ka një lloj le të themi ndjenje të mirë të fortë për Eglin dhe ja ka lënë edhe kohës për ta parë se sa mund të shkojë le të themi marrëdhënia e tyre. Nuk është fundi botës, edhe nëse nuk do të ketë le të themi një lidhje, ata për sa kohë ishin në Big Brother u treguan le të themi ndoshta edhe të zgjuar për ta përdorur në kuadër të lojës lidhjen e tyre. Besoj që duhet të jenë edhe më të zgjuar tani për ta mbajtur, pasi interesi është i madh. Flasim për ndjenja dhe me ndjenjat nuk duhet të luhet, por nëse ata të dy bien dakord për këtë gjë dhe e shikojnë të udhës që edhe për te ndjenjave mund të luhet ende pas Big Brotherit, pasi kjo do t'i sjellë atyre le të themi vëmendje në rastin konkret në karrierën e tyre për sa i përket muzikës. Besoj që do t'i përdorin të dyja, do të bien dakord edhe që le të themi kanë ndjenja reale me njëri tjetrin dhe do të jenë çifti që do të bëjë le të themi ose do të mbërthejë më saktë të gjithë shtypin roz gjatë sezonit të verës me projekte me këngë dhe do ta mbajnë të mbërthyer publikun. A besoni që do jetë një çift aq i kërkuar sa ç'ishte ose se ç'është Luizi me Kiarën apo se ç'ishte Romeo dhe Heidi kur dolën nga Big Brother? Ata janë të kërkuar pasi janë ata le të themi protagonistët e këtij Big Brotheri. Nuk mund të bëhet krahasime se sa herë që bëjmë krahasime me Luizin, ai është në tjetër format, ka pasur një tjetër linjë të dashurisë apo të zhvillimit të ndjenjës me Kiarën, ka qenë komplet ndryshe. Gjesti është më energjik, është më djalë që nuk i hyj gjërave thellë siç i thot ai, por pëlqen gjën e momentin, por që janë të dy le të themi on top të shikueshmërisë apo edhe të kërkesës së audiencës është. Pastaj, a ka qenë më shumë Luizi? Patjetër që ka qenë më shumë se ai me Kiarën se sa këta të dy sot. Natën e finales u pan dy postime që bëri Jozi, një postim që ishte një lloj reagimi dhe më pas një urim për Pashkët. A kishte ndonjë mesazh nga Jozi? Pa diskutim që le të themi për mua nuk duhet të reagonte në natën finale, pasi do të ishte më e udhës që të reagonte më përpara, jo t'ja linte këtij momenti që të gjithë fokusi ishte tek finalja, po padyshim në rrjeshtat e tij ai tregoi se u ndjej provokuar dhe reagoi si të qenit e njeri real, por për mua ajo loja ato ka provokimin, nëse ti bie prej edhe bën një veprim të gabuar, justifikimet më pas për mua janë të kota, pasi veprimi është bërë dhe nuk është bën dot, le të themi atë agresion që ti ke treguar. A ndoshta mund të ketë ose a do ketë në të ardhmen, po themi një lloj paqe që mund vendoset mes Jozit dhe Gjestit, nëse Jozi mund të kërkojë falje për atë shuplak që i dha Gjestit? Është një situatë të cilën më shumë le të themi fryhet në rrjetet sociale apo ka këtë lloj komentimi në rrjetet sociale, padyshim që veprimi i tij goditës nuk e di se sa mund të arrijë
Gjesti ta falë se shumë herë ka falur në atë shtëpi. Mendoj që më e mira midis të dyve ishte që mos kishte le të themi indicje me postimin e rrjetet sociale. Gjesti nuk ka reaguar akoma për asgjë, por në rastin konkret Jozit ja lek kohës edhe ta shuaj, pasi ai thotë që unë ndjeva i provokuar, pra nuk është se pranon 100% fajin e tij, ja lë dhe gjysmën Gjestit dhe e mira do të ishte që këta personazhe, pasi kemi parë që vite ndër vite personazhet e showbizit le të themi i kanë mbajtur le të themi në mend këto situata dhe nuk janë pajtuar, kanë pasur edhe disa, nuk e di sa do ta përdorin këto për njëri tjetrin në kuadër të këngëve që ata bëjnë. Kjo mbetet për të parë, pasi është ende diçka që ka ndodhur tani, është e freskët dhe nuk shpresoj dhe nuk duhet që të dy të japin ndoshta sinjale për një lloj hakmarrje. Si e kemi parë Big Brotherin e këtij edicioni në krahasim me Big Brotherin e shkuar? Një Big Brother ku kishte më shumë dominancë të lojtarëve gra dhe femrave, një Big Brother ku kishte të shprehur dhe prezente më shumë dhunë, një Big Brother që për mua përfshirë më shumë herë publikun dhe le të themi tërhoqi një pjesë të audiencës që nuk ishte, të asaj audiencës që ne e kemi parë në shifra rekord në kanalin YouTube. Pra ka qenë një Big Brother, ka qenë një Big Brother ndryshe, por një Big Brother që do të mbahet mend shumë për aktet e dhunës, për banorë që kanë treguar agresion në lojën e tyre, por edhe një Big Brother ku këtë vit le të themi dominanca e më së shumt ka qenë e vajzave, grave, por që fitoi Gjesti pa diskutim që po, e një fitore e merituar. Opinionistët Arbri dhe Neda, a kanë qenë, po themi, në lartësinë e dur për dhënë opinionet? Arbri dhe Neda, le të themi Arbri ka zënë vend ato kohtukë dhe është viti 4 që nuk e lçon. Pa diskutim është e ka krijuar le të themi një lloj konstrukti dhe një lloj kostumi që e ka veshur me batutat që bënte, me ato thumbat, me edhe thumbat ironike, tallëse, se duhet ta themi me Jozin, shpeshherë është shprehur tallës, edhe kjo gjë mua nuk më ka pëlqyer, por Arbri e shikon që bëhet meme në rrjetet sociale dhe i shtonte sa herë i jepte mundësia. Janë ndarë të dy opinionistët edhe në syrin e publikut, që Arbri ka mbështetur gjithmonë Rozanën, kurse Neda që ka mbështetur, le të themi, më së shumti Gertën, por për mua më e drejtë dhe më e saktë në gjykime dhe le të themi më e qartë në mendimet e saj në këtë sezon padyshim që ka qenë Neda, pasi ka ditur ku të bëj le të themi analiza dhe jo thjesht kritika, pasi opinionistat nuk janë aty për të bërë kritika apo le të themi për të mbajtur qëndrime personale kundër drejt banorëve, por janë për të bërë një analizë të mirëfillt dhe shumë të gjerë të situatës, jo vetëm për të çiftazi apo për të bërë le të themi viral në rrjetet sociale. Redion, shumë faleminderit për intervistën. Të lutem, kënaqësi si gjithmonë.